Pas largimit të bujshëm nga stoli kombëtare së Serbisë pas humbjes 0-1 ndaj Shqipërisë, Dragan Stojković ka reaguar për herë të parë publikisht. Tekniku serb dha dorëheqje në mënyrë të papritur, por tashmë është gjallëruar sërish me një mesazh të gjatë dhe emocional, ku thekson se largimi i tij nuk duhet parë si dështim. Pas 4 vitesh e gjysmë nuk jam më trajneri i ekipit kombëtar të Serbisë. Dua ta falenderoj Federatën e Futbollit të Serbisë për besimin. Ka qenë një nder dhe privilegj që ta drejtoj ekipin e vendit tim, shkroi Stojković në rrjetet sociale. Trajneri 59 vjeçar thekson se suksesi më i madh gjatë drejtimit të tij ishte kualifikimi në 2 kompeticione madhore, botërorin dhe europianin, për herë të parë pas 24 vitesh. Arritëm një rezultat historik duke u kualifikuar në 2 gara të mëdha radhazi. Do të kujtoj gjithmonë skenat nga Lisbona, një nga momentet më të bukura në jetën time dhe në historinë e futbollit serb, shkruan ai. Stojković përmend gjithashtu suksesin në Ligën e Kombeve, ku Serbia u ngjit në Ligën A dhe ruajti statusin me skuadrave elitare europiane. Ai vlerëson gjithashtu kontributin për zhvillimin e talenteve të rinj dhe mundësinë e dhënë për lojtarët që mund të kishin zgjedhur kombëtarët e tjera. Humbja e Serbisë ndaj Shqipërisë duket se ka qenë plotësisht e papranueshme për Federatën Serbe. Nga ajo që raporton mediumi serb Telegraf, Serbia menjëherë ka shkarkuar përzgjedhësin Dragan Stojković, i njohur si Piksi, pas ndeshjes kundër Shqipërisë në kualifikueset e Kupës së Botës në stadiumin Dubočica në Leskovac dhe humbi 0-1. Dragan Stojković nuk është më trajneri i ekipit kombëtar serb, thuhet ndër të tjera në raportin e tyre. Raporti shton se ka qenë kërkesë të gjithë tifozëve largimi i Stojković, madje kjo u dëgjua edhe në fund të ndeshjes, teksa ata bërtisnin emrin e tij dhe kërkonin dorëheqjen, ndërsa Federata Serbe u ka plotësuar menjëherë dëshirën. Stojković ishte trajneri i Serbisë që nga viti 2021, ndërsa tani më ju ka thënë lam të mirë tifozëve dhe i ka informuar të gjithë për vendimin e fundit. Përndryshe, Shqipëria po e shijon tej mase këtë fitore historike ndaj Serbisë dhe me një fitore ndaj Andorrës do të arrinte kualifikimin në play-offin e Kupës së Botës për herë të parë në historinë e saj. Sa kaq, mrekullia e Shqipërisë në Leskovac nuk u prit as pak mirë nga mediat serbe, të cilat tashmë nuk kanë vonuar për të drejtuar gishtin tek përgjegjësit e kësaj humbje. Kurir shkruan se Serbia përjeton një nga disfatat më të rënda në historinë e saj. Piksi është koha e ikësh. Shqipëria fitoi në Leskovac dhe eliminoi Serbinë nga Kupa e Botës, shton më tej Kurir. Edhe Mondo shkruan se Shqipëria e tronditi Serbinë dhe Piksi po largohet, u përsërit në Leskovac. Agonia vazhdon, Kupa e Botës vazhdon. Ndërkohë, B92 shkruan se Serbia u shem në Leskovac, një mesazh i qartë nga tribunat për Piksin që të largohet. Edhe RTS-ja serbe e quan një humbje të dhimbshme atë të kombëtares vendase në Leskovac. Shqipëria më afër e eliminatorëve të Kupës së Botës, shkruhet aty. Kjo fitore i dhem shumë kundërshtarëve tanë, por tani Shqipëria numëron 11 pikë dhe është e dyta në tabelë me gjasa reale që të kualifikohet në play-off edhe nëse humb ndaj Anglisë, e cila kryeson grupin. E teksa goli i Rej Manajt në fundin e pjesës së parë bëri ligjin në Leskovac, në minutën e 64 u vëret një tjetër sken që tregon për çarjen brenda kampit serb. Trajneri Dragan Stojković ndërmori një vendim të papritur, duke nxjerrë nga fusha kapitenin Aleksandar Mitrović. Ky i fundit nuk e priti as pak mirë zëvendësimin, teksa reagoi me tone të ashpra ndaj timonierit të përfaqësuesve serbe. E qartë se Stojković nuk do të ishte më i dëshiruar edhe largimi i tij u vulos pas ndeshjes. Pas humbjes së Serbisë në shtëpi ndaj Shqipërisë me rezultatin 0-1 me golin e Rej Manajt në minutën e vetme të shtesës së pjesës së parë, trajneri i përfaqësuesve serbe Dragan Stojković, i njohur si Piksi, ka konfirmuar në konferencën për shtyp se ka ofruar dorëheqjen nga posti i trajnerit të kombëtares. Në një deklaratë tepër të gjatë dhe emocionale, Stojković tha se humbja ndaj Shqipërisë ishte e papritur dhe se ai mban përgjegjësinë e plotë për dështimin e kombëtares serbe. Tashmë kam folur me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm të federatës. Kam ofruar dorëheqjen time, nuk e prisja këtë humbje, veçanërisht ndaj ekipit që është rivali kryesor në grupin ton. Jam i vetmi fajtor, pranoj përgjegjësinë e plotë. Më vjen keq që humbëm, por kjo është jeta, ky është sporti. Mendoj se është krejtësisht e panevojshme që të udhëtoj me ekipin për në Andorra. Këtë e kam vendosur vetë. Ndeshjen me Andorrën do ta drejtojë asistenti im. Federata do të jap një njoftim zyrtar së shpejti, tha Stojković. Trajneri serb u ndal edhe te presioni i madh që kishte ndier para dhe gjatë ndeshjes me Shqipërinë. Presioni ishte shumë i madh, e ndjeva sapo zbritëm në Leskovac.
Luajtëm mirë në pjesën e parë, patëm raste, por nuk arritëm të shënojmë. Shqipëria shënoi dhe më pas na mungoi qetësia. Provuam gjithçka në pjesën e dytë, por pa rezultat. Në fund trajneri që drejtoi Serbinë për 4 vite e gjysmë foli me ton emocional për periudhën e tij në pankinë. Ka qenë një privilegj i madh të jem trajner i kombit tim. Kemi pasur momente të bukura dhe fitore të mëdha, por tani është momenti të pranoj realitetin. Nuk është tragjedi që një trajner të largohet nga stoli. Serbia do të ketë gjithmonë mbështetjen time si tifoz.